Sot e para 20 viteve në Kërqov u hapë njëra ndër banatoret e para private ERA, e cila më vonë zgjeroi veprimtarinë e vet duke vënë gur themelet e poliklinikës, e cila funksionon me sukses edhe sot e kësaj dite. Një kompani mjaft e suksesshme private siç është Banatorja ERA, u themelua në vitin 1996 nga pronari doktor Shazim Analili, e cila tani 20 vite është duke funksionuar me sukses, madje ajo ka zgjeruar veprimtarinë e vet dhe në kuadër të Banatores ERA sot funksionojnë edhe 3 të tjera që gjithsesi me banatorin që është duke punuar në Drugov janë 4, ndërsa paralelisht me të funksionojnë me shumë sukses edhe poliklinika ERA Medika, e cila është hapur nga 2 mjekët, Shaziman Alili dhe Andin Ahmedi. Për punën e drejtanishme të këtij zinxhiri banatoresh dhe poliklinikës foli doktor Shaziman Alili, i cili theksin e vuri në veprimtarinë e suksesshme 20 vjeçare. ERA lindi nga dalë si nevojë e popullatës së kësaj ane dhe ishte një punë e mundishme, e rëndë për fal komunitetit tonë zemërgjër. Ne ja arritëm qëllimin që sot festojmë 20 vjetorin. Nëse unë tash ju tregoj se unë me Dimbekteshi dhe Floria e kemi hapur vetë dhe sot i shifni gjithë këta punojnë së bashku, do me thanë kemi bërë një punë të mirë në interes të popullatës, pa tjetër edhe në interesin tonë personal, se biznesi nuk e ka vetëm të punosh për komunitetin tjetër, por edhe për vete. Pas kësaj banatorje, me këtë staf të mrekullueshëm, si theksova më parë, vetëm me 1 edhe 2 të punësuar, ne e hapëm ke Arabella ERA 2, mande e hapëm ERA 3, tani kemi edhe ndërgoth ERA 4, në vitin 2003 hapëm edhe poliklinikën me doktor Hamdinin ERA Medika, dhe ne ju bindim se do të punojmë gjithnjë në interes të popullatës sonë. Pa marrë parasysh se sa janë interesat, sa janë përfitimet, sa janë fitimet tona, ne duhet çdo gjë të bëjmë për këtë popull. Edhe ne krenojmë me atë. Janë gjithë stafi këtu dhe me plot gojë them. Një ditë asnjëherë s'është vënuar rroga për këta punësuar. Për punën e suksesshme foli edhe punëtorja më e vjetër e këtyre banatorëve, Hamdi Rrushi. Unë si punëtor i kësaj banatore më e vjetër, në këtu jam shumë e kënaqur me punën që kam bërë, po ashtu e përshëndes doktor Shazin për çdo gjë që ka dhënë mund për këtë banatore, i përshëndes edhe kolegët e më përparshëm, i përshëndes gjithë popullatën që na kanë ndihmuar në punën e kësaj banatore. Ndërsa punëtorja e para, Floria Kadriu Mehmedi, do të shprehej për përshtypjet nga fillet e punës. Unë momentalisht nuk kem të punu, po si fillim i banatoris kur e kemi hapë për para, kemi qenë me doktor Shazin, me Dinin, edhe unë isha si punëtori e parë, kam qenë e kënaqur për herë, edhe të thamë se mungon edhe më tutje. E kum dihet veten çdo herë si në shtëpinë time ose punën, e kam pas kënaqësi çdo herë dhe inshallah suksesit më të tjeshme. Në kuadër të ERA banatoreve dhe poliklinikës private sot punojnë rreth 50 punëtorë dhe punën e tyre kryejnë me ndershmëri dhe përkushtim duke qenë në shërbim të pacientit.